Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Në pjesën e parë të ligjëratës kemi qenë duke folur për emrin Allah el-Qadir dhe kemi përmendur disa prej kuptimeve të këtij emri. Dhe u përmendë edhe ndëruar se është lehtë që njeriu me 2 fjalë apo 3 fjalë të përmend kuptimin e emrit të Allahut Azza wa Jall. Mirë po, nuk është i lehtë kuptimi sikurse është i lehtë përcjellja dhe transmetimi. Andaj ne mund të themi se Allahu Xhallahu Ala është el-Qadir, dhe dietarët kanë thënë se kuptimi i emrit el-Qadir është i ndërlidhur me 2 gjëra, me dijen e tij dhe me fuqinë e tij. Apo dhe Allahu Xhallahu Ala është i gjithdijshëm dhe ka shkruar dhe ka caktuar dhe pastaj me fuqinë e tij zbaton atë që ka caktuar dhe kaq, apo edhe më lehtë se kjo, më thonë se Allahu el-Qadir në kupton se është i gjithfuqishëm. Mirë po, për shkak të zbejes së njohjes së fesë apo mungesës të njohjes në Allahut Azza wa Jall, ne kemi nevojë që të sillim skena, shembuj nga më ndryshme që më duhet të mishrohen me kuptimin real të emrit të Allahut Xhela Xhelaluhu. Dhe kjo jep me kuptu se ne nuk kemi mundësi absolutisht në asnjë situatë, të asnjëherë të mishrohemi me ndonjë emër të Allahut Xhelalu Ala përderisa nuk e bëjmë përditshmërinë tonë, sikurse këta shembull që po i sillim janë përditshmëria jona apo. Apo a është çdo ditë ti e njohur se ti i flet atij që të nin. Gjithmonë çdo ditë që ashtu. A ka ndonjë përjashtim? Tanave i flasin gjithmonë që s'nin. Tanë ka përjashtimin. A ka përjashtim kjo? S'ka përjashtim kjo kur. Të gjithmonë komunikon me njerëz që të kuptojnë. Me thonë, unë e kam një ditë një javë, flas me njerëz që s'marrin vesh kur që është veç ashtu flas me ta. A bën që kështu? S'bën ti kështu kur. Në ditë për ditë e ke këtë rregull. E po ditë për ditë bën kështu rregull me kuptuar dhe me njoft Allahu Xhelaluhu. Në dëgjimin e tij, në shikimin e tij, madje në fuqinë e tij, që të jetë pjesë përbërëse e jetës tonë, të mishrohet me kuptimin tonë, me mendimin tonë, me mentalitetin tonë, me kulturën tonë, me gjakun tonë, me shpirtin tonë, të mishrohen këto emra të Allahu Xhelalu Ala, që mos dim të mendojmë ndryshe për atë kështu. Mos dim të flasim ndryshe për atë kështu. A mundemi më mësu, për shembull, një musliman nuk din me fol ndryshe për atë se duke qenë i bindur se Allahu ndëgjon. S'din. Thuaj këtij njeri apo, hajt që tash ti kish Allahu s'po të ndëgjon fol, nuk din. Sa ai nuk din ta paramendoj që nuk ndodh Allah. A kuptova? Para edhe ka për Muhammed ibn Munkadir kanë thënë. Me i thon raj nuk din me rajt. Hajt që 5 minuta ki halal me rajt. Rajt s'din me rajt. A ka probleme ka me rajt. Pse? Tash na nuk e kuptoj pse ka më kallë me rajta. Po pse na kena kalu jetë shumë nga njerëz në rajm dhe hala rajm, po ne mos kallaj kjo punë. Na e kena luftë vërtetësinë. Ata e kanë pas luftë gënjeshtrën. Apo është me edhe nefsin me detyruar dhun shumë ka ndoshta me s'ki mundsi ndryshe atë. Pse? Pse kuptimit e duhura bën pjesë përbërëse jetës, për këtë arsye. Edhe njohja Allahut Azza wa Jall. Ai nuk din sara çlit bën një punë, ai gjithmonë është në ndikimin e kuptimit të Allahut el-Qadir. Kto sillet e këtë kalkulime që i ka, analizat që i ka kështu më radh. Ai kanë të ndëgjon disa analizat muslimanëve për shembull, disa konkluzione që sillin, thoshte a din që Allahu ka mundsi? Unë e di Allahu. E po pse pra s'është pjesë e analizës pe di që Allahu pra? Është disi si mendo. Në zakonisht i akuzojmë ata që e kanë përjashtu fen nga sistemi, nga ligji, shekularistat e kujt e çfarë, do të na vetë sistemin tonë të kuptimit kena ndarje mes fesë të dunjas. Pse të ndohet? Pse duhet mundon njohja Allahu Xhelalu Ala nga kërkimi i rrezikut? Pse? Pse njohja Allahu Xhelalu mundon nga raporti mes njëri tjetrit? Pse mundon këto? Këto s'njet Allahu e kështu me radhë. Andaj duhet të them se nganjëra me vërtet edhe njëri ka vështirë që një sen të njohur ta bën të njohur. Po edhe këtë duhet ta bëjmë. Sigurisht dikush më ardh, për shembull tash, na këtë e kem njohur, për shembull ujin, e kem njohur. Nëse ka aspekte që si dim na alo, po çato që dim. Do të thonë uji është i langët. I langët i bën sikurse për shembull kjo. E kjo i bën 100 shembull, e mora vesh i langët Allah, e mora vesh. Këtë çka ka pasoj? A pse që të kap më njëre? Mi po tek Allahu Xhelalu Ala po duhet hala, më që thotë kjo. Nga sa kanë kuptuar. Ala kulli shay'in qadir, do thotë kjo i bën që e mufon kjo punë.
Pra ne duhet të them që të fillojmë me zvoglu ka pak nevojat tona për detajzime. Ka njerë nështë të pa nevojshme. Mirë po të do të me dëshmu se nuk kena nevoj. Se jena duke kuptu me një shembull, ose jemi duke kuptu me një ajet, jemi duke kuptu me një hadith, e mora vesh. Nuk ka ders që ka pas pejgamberi sa dilleve me ashabt e me të Allahut. S'ka kësi ders ato. E ata që kanë kuptu, që kanë marrë të el-Kadir, po ata i në konë Arab. Sa për Arab, dy fjallën, i gjithë fuqishëm, që ta kryonë për Arabisht. Që ka që është? E ma shumë se ka që, po, që kjo është e jepë. Ata e kanë zbërthy me automatizm, kanë pas një mjetë për konvertim të hatashëm të shpejt, apo me herë ja ka konvertu një jetë. Gjdo kuptim fetar që ka hitë të ka në zemre ti, me shpejtësi më rëmen se kejtë kuptimet ja ka konvertu në kuptim, kësa që ka ardha për. Se kurse ti për shambull, ti eshe digitrunin në për. Me të tonë ty 153.749, herë 259.734, sa bojnë? Ka dalë. Duhet bajgi vak ty dvynë, apo? Me edhon digitrunin, sa i duhet? Sekonda, me herë të ka thënë. Që shpedin kë, e po këta e kanë sistemu që ashtot, që këtë civet me i konvertu shumë shpejt, apo? Që ashtu në kona sapt, apo? El Kadir ta kap me herë zotën, apo? Ne duhet me kalkulua ma qet me këshyr, pse sistemi i lodh, sistemi operativ shumë i lodh, apo? E ke po jënë do sisteme, më zvet, jënë do shpejt, e ata i kanë pas shumë shpejt, ka funksu sistemi operativ i ty, apo? Që kjo është që kanë duhet me pru shambuj, i marrë vesh, për shembull, duhet 10 shambuj ja pru një muslimani, mi a hek, kur të këshur që ka paralizohet, ka njerë që javlim bara qiran, për të punë. Andaj duhet njerë me kuptu të punë, masë rështë të lopë. Të në investim që përbot, në fund zhgënjen, sa kove, vjen, që kurse për shambull, që? Po i marrë juve shambull, ze makallaj e kam me juve. Që jena të folë që një orë e këna njësë për emë në dhëtë Kadir. Edhe një orë me folë Kadir, edhe me vetë njënin, vëllai po çka kem të fol, valla më duket para abdes hoxha ato. Çfarë thoshte apo? Ja ki Allah këtu, ai të kuptu. Çuç na duket më zgënjyse, çuç mëra, që më vëmë një dikëm, kthehem ton, çuç po jem hoxha apo? E ka rasa ajete, sa shembull, sa hadithe, sa shembull apo, edhe pat ai thot, kem të volë para abdes. Po që 10 vjet jem të volë për të punë, që to do të më kry të puna, por ai hala ka thë, ku je konti Allah? A ndu më thonë që këto mundohme Allah ti kalëm dhe stacione, ti ka përsim do probleme. Mja, dhe një punë që balë mu, unë e smarrok me të parën, që me dytën, edhe me tretën, me rëfond më një punë Allah. Dësanet, po duhet që duhet me fillu me një shpejtësi pak më të madhe me ishtin sistem aftan. Pak më shpejt. Kështu shumë, nëse duhet 5 orë me folë gut për Kadir, edhe në fund, a i thëtë, vëlla, më duke të fike të kalëzu hoqë, jo, vëlla, më qëllën o 5 kalëzoj për Kadir. Apo, kur kyet El Kadir kë? A kështu mujt me kësi mënyre të ecës me i kry emrat Allah dhe i tash? Absolutisht e jo. E du me thonë që si kurse kërkuat vëmendje këtu, me nguqe, këtu është të spu ju për El Kadir. Apo? Që ashtut edhe duhet një vëmendje me madhe e brendshme, shpirtnore për balë të kuptimeve. Apo? Këtu o vëlla musliman jem të ullë për qëtë punë. A jetë tu marrë vesh, e tu është vetit vetë. O nefs, a jetë tu e marrë vesh, une qëtu jem qëtu ti, a jetë tu kuptu. Po marrë vesh, a pëllim këtë punë krejt. Nuk është e logjikshme. Nuk është e logjikshme njëri, ama, subhanallah, ama me nejtë 5 orë në ders, edhe në fund me honë, nuk e di vëllaj, po më duket për abdes këtë të folë. As sukon, jo që s'në kodë për abdes, po as për fiksin a konë të folë, se për akitim të folë. Aja s'kenë se ka qëllu, s'le më temën atë. Nga një dosirë që shtu duken. Po ne na nuk i shojmë, do të më këthy ka një pasyre, me thonë, apshet, qështu të dukesh. Ama kjo është komunikim individual me njerin, vetë njeri me vetë në të me folë. Nuk unë me kapë njeri me thonë, ti a jetë të marrë vesh, ti kësi punë së mbangë kështu. Po me këthy vetë në vetë, pasyre me këthy vetë, me këthy, ti a je mirë. Qështu kam bole modë, vëllë për para, qështu. Shobëm në haqaj që thëtë, 2 lloj njerëz ka mënu që në budal. Njerëz ka paskaluar kë njëri apo. Apo ka thonë edhakiru lillah wa talibul hadith apo. Ai që ka përmend Allahun shumë, ai që ka kërkuar hadith apo. Pse? Ai që ka kërkuar hadith s'ka guxoft asnjëherë me e fik sistemin e transmetuesve. Se para sa zinxhitet nuk harrohet më herë.
Ky filoni, a rrugës që pas ka lut që i thashë pas mësosh më. Ai Buhariu që thotë ka çu fol me vetë e ka përcjell apo po tani është ai Zuhri rahimullah ka çu gru notën. Ka un filoni bezdekut, ka un luti burri. Ai se ka edhe që grava se merresh këtë punë. Mirë po me përcjell më u pjesë e kësaj. Deri në atë mos thot Buhariu rahimullah i një transmetues të hadithit më mirë se akrebat e mia thon. Këtu e upstille më të kera, ama mirë atë më se upstille kur pse? E pse çu të fol me vetën, çu ti ka thënë gjithmonë, se më një herë veç ndes me marrë si kish majt më kur vallahi. Para unë me mirë transmetues i një më mirë se më thon çu ky spodia djali ose djali tjetës. Ky komo si më upstille atë. Ama transmetues me mira që kursi ka po asin gjë, veç me emrin e ka lezu ta kursi ka upstille atë. E çysh ka ndodhur kjo? Sukon as ky on pihane, tokë sukon. Birja demi tokon. Mirë po, me përsitje. E po tash dikush dosh me çu grun natën, çu vëkia pe Sufjani pe këtia e ka unë, çka kush janë këta njerëz vëllai? Si kanë zin kush janë këta? Mirë po, ai ka ditë pse po bën këtë punë atë. Ai dhe rrugës së shku të fol me vetën e tij, i ka honi, ka lut, ani ka çmend, mirë po tani më vonë e kanë pasë kush ka lut e kush s'ka lut. Ai më bë pjesë përbërëse, e vazhdueshme. I përshprit me fol vetë, bën Allah pjesë kuptime tuaja. Nuk din me menu ndryshe, nuk din me në fol përse në kuptimin e kësaj që po flasim atë. Prandaj kjo është ajo që e përmenda se nëse po një kuptim të Allahut azh në emrin, sepse kjo është investim ja vlen edhe Allah 400 orë më ja kushtua këto kësaj pune. Por dua të them që ka mundësi më kryer me një ligjërat. Edhe kuptimet, edhe ndikimet të gjitha, nuk e po ganer sjellja e shembujve mendoj që e fuqizon kuptimin më tepër. Sikur se ceka, sjellë ahiretin, në dunje, kuptoj e këso, lidhe, del kadira. Qështu banani kombinim, Allah, merë për ahiretin, merë për dunjes, hyp në mal, shkan vorë, bën diçka Allah. Veç merë e vesh mirë që është duhet. Merë e vesh që është duhet. Që kjo është ajo që është e kërkuar për njëtën. Jeni me bo, lëj, manovrash, dëshme me vetën e ti, veç me morë e që është duhet. Që është dush bënja? A ke pa kurse merresh një mësim, për shembull mundohesh me ngua atje, s'padon, mundohesh me marrë një mësues, mundohesh, bën 100, ama në fund duhet të marrë vesh ato. Duhet të marrë vesh se prem suni pa e marrë vesh. Andaj janë gjëra që duhet me marrë vesh ato. Ti çu dush bën? I bën Xhozi rahimullah për marrë se ka diçka u shkon vorrë. Unë që ti ka atë që ke marrë, që atë që ke me dekë atë vit vesin, çu tu vetë kanë çuse, elhamdullah marrë vesh. Apo Ibn Temia kur s'ka marrësh ka diçka u shku në xhami të lënd kur sukon aty e ka gjujt kryt në dhejat në tokë ka thonë atë që kemse Ibrahimin e Davudin e sa më dhe mua thon. Çfarë diçka duhet më bëu më mësu. Nuk ka veç e lexova diçka duhet më bëu. Shkon në xhami të lënd të Allah, shkon në fukare dikun apo marrësh çdo dorë ndikujt, ngjina bë diçka për Allah azh xal që më mësu mirë. Ja rab, unë s'jam të marrësh. Unë po niç ti el Kadir, po s'jam të marrësh ti el Kadir. Nuk po unë s'e marrësh. Mësa me jara babë. Ba diqka me ta mësu Allah këtë po. Mësa. Mas saj, shka dikun. Ba diqka. Por me mësu mirë el Kadir. Ose el Alim, ose el Semi, ose el Besir. Që t'jenë pjesë për bërse jetës tonë. E, kur bje fjore për pikën e radhës për ndikimin e këti emni të këni, ne kemi thënë se ndikimin në kupton qëfar? Ndryshimin atë. Do të me ndërru. Me ndru për imrana, veç qaj është ala kulli shejnë kadir, mund në ndrune e Allah. Veç qaj është ala kulli shejnë kadir, qaj, lësë Allah me në marë nën kujdes në ti e me në nërrua. Përndaj, aja që ka fillimesh kërkohet që të ndryshon është, nëse njëri din se Allah është ala kulli shejnë kadir, gjithë shka, qka dush a i të nërën. Apo, ndryshimi i parë që duhet të ndodhë të këne është, kvaliteti i tevekulit në Allah në Zogjel apëton. Tjetë i një loj tjetër apëton. Kvaliteti i tevekulit në Allah në Zogjel. Aja është ala kulli shejnë kadir. Prandaj dhe Ibn Qayyim rahimullah përmen se hapi i parë drejt në bështetës në Allah në Gjelle Wala kvalitative është bartja min el gjehli billah ila el ilmi billah. Më bajt pej mos njohësh ndaj Zotit, më bajt me njohë Zotin. Sa më shumë me njohë Zotin, tevekuli shkon të u përmirësuafën. Shkon të u përmirësuafën. Si kurse çështja gjamave të kjerit, apo, që janë mjegullu, ose karamit atë qka.
sa ma tepër i pastron, ma shumë fillon më uduk atje fotografia. Andaj, në bështetën e Allahun xhalla xhelaluhu, duke pas parasysh se Allahu xhelalu nuk ka mundësi askush nuk ka mundësi me ndru vendimin, as gjykimin, as me dal në rrugë, as nuk e pyet kërken, nuk më lepi askujt e kështu me radhë. Prandaj Musa e Sam, sikurse u apo ta përmend, ka kalu në disa etapa në shkollën e tevekulit. Fillimisht kur e ka gjujt shkopin, ju ka shënduar ngjarpën, u ik. Ka thënë Allah xhelalu ala la takhaf. Mos thot po kape. Innehu la yakhafu ladayya al-mursalun. Tonë prej ta mutut pejgamber zbavakia kjo punë. Që tonë je po tutesh. Ktheu. Pejgambert nuk tutën na prit me ktheu, kape. Si e ka kap është kthy në shkop apo. Kjo është e ka kry klasën e parë. Tani ka vazhduar tutje me kur i ka thënë Allah xhallahu ala shkate faraonit. Ka unë kam një gjuna ku mbota ata, a bën me çu Harunin, ka unë s'bën Harun tiki me shkuar. Ka unë s'flas mirë në Belbaj ka pa ka thënë që Haruni flet. Ka unë ky është në bërset tiki me folë. Tiki me thon faraon ti si zotë, tiki me thon. Allah kjo punë e madhe apo. Apo ka unë inni ma akuma asma'u ara. Apo shka unë jam të dëgjuar të pa. A ki ball? Pa, sa dush. U hita kë faraoni, Allah i ka unë po të shoha dhe po tash kjo është shkollë. Kur e kam poshtë faraoni aty, e ka kalu, ka kërku faraoni dë luftim. Kjo është hala me e madha. Apo, se para gjithë njerëzve, para gjithë popullit, tash me dëshmu se ti e ki mirë. I ka mbledh faraoni si rëbazët më të majtë njohër. Madje për magjin që kanë bërë si rëbazët e faraonit ka thonë, Allahu xhelalu ka thonë, se ka gjau bisihrin adhim. Allahu ka nërë me magji të madhe. Ka qenë magji të mërësisht e madhe që kanë bërë ata. Edhe Musa me njerë mrena ka thënë Allahu që më stotë. Gjuje e ti kimi fitu. Ti kimi fitu. A e ka gjujtë sa i po. Ka qenë dozë me përmërsu me sërën e parë, por ka qenë pregaditja. E kër i kanë poshtë si rëbazat në këtë mejdan, e ka kry shkollën e tevekulit, e ka njoftë Allahun praktikisht, se si Allah xhallahu i ndihman dhe është me te, pastaj kur është vërsulli ushtria e faraonit me në zonë, apo, edhe për para ka pas detin, kjo është situatë me vështirë se para. E po tash e ka kryv, e murë vesh mësimin. I kanë thonë, wa qala ashabu Musa inna le mudrekun. Thanë ashab të Musës, në nëzënën, s'ka mu. Faraoni për mas, deti për para, të pika. S'ka mu, në nëzënën, inna le mudrekun. Apo, sa ta e kam pa një të tërin. Qëka që afer kanë qenë, apën? E kam pa. Subhanallah. Ka thonë, kella. E këtë pa. Tash, qështët nëzansi i shkollum. Apo, qështët silë, kella, inna ma i rabbi se jehdin. Kanë kur zbava kia kjo punë. S'ka shansë më në nëzonë. Pse? Unë e kam zotin tem, a i ka me mërzu. A i ka thonë se jehdin. Edhe ka përdo fjallin se jehdin të hidajas që kemi mësu, të udhëzimit, apo e s'ka thonë se ju në gjinë. S'ka thonë ka me më shpëtu, po ka thonë ka me mërzu. Edhe këtu ka sekret. Pse s'ka thonë ka me më shpëtu? Këtu a ka pas në Musa për udhëzim a për shpëtim? Për cilën ka pas në ujë? Ja, për udhëzim ka pas në ujë. Që ta e ka lutë për udhëzim ato. Pse? Se shpëtimi nuk nënkupton udhëzimin. Udhëzim, mundet me të shpëtu, pa të udhëzua. A ka mundësi? Ka mundësi. E shpëtën Allah dikën atje, thot, ku, elhamna që më qëllun dë para, se s'ke është të pështu. Kë ka pështu, sa hi, pa është udhëzum? Ja, në mundësëm me shpëtu, që shpëtimi në bën ma të udhëzum, kur dalin ma t'japëtën. Se hedin, a i mi mësën udhëte, kënaqësisë Allah xhallahu xhelalu. Shpëtimi i cili është konform kënaqësisë Allahut, jo shpëtimi që është konform qetësisë shpirtërore apo. Dallon me pështu me u qetësu vet. Edhe dallon me pështu me kënaqë Allahun. Këto dy shpëtime të ndryshme apo e ka thonë mundëzama me udhëzu, do të pështon që ti më keni kënaqur çfarë sot apo. Ai shiko në çfarë gjendje
Çka ka sjell to? Çaj Musa që i ke pini shkopi. Tash krejt faraoni u ka shu për mas me e kap. Edhe shumë i dhënum, ka thonë inna minhum laghaidhun, fat na kanë dhënuar thon. Kështu ka thonë faraoni. Innahum lashirzimatun qalilun, këta janë do rebela, një grusht i vogël, unë tash u ka dhënë qefin. Se fat më kanë dhënuar këta mua. Çtu me çit mllef është vërsul për balltyna atë. S'ka qenë i mllefosur kështu në pallat. Tash më mllefosur. Se ja ka prish arshin. Gruaja faraonit ka besu mas saj atë. Ja ka shkatru familjen. Si pasojë në poshtë se sirbazat, tash është ndryshe. Megjithatë, Musa kësaj radhe është më i qetë se asnjëherë më parë atë. Pse? Njohi Allahu te zotëra. E ka mësuar Allahu te bareka ve taala praktikisht. Ne Allahu xhallahu sa na ka thënë shembuj apo. Je kon se gjendje kritike. Si më gjithë kalkulime është s'ka pas me kalu çto apo. Ka kalu çto. Ky mesazh çysh po të më realizohet Allahu. Çysh po të më kallëzoj se është ala kulli shay'in qadir. Opet herën tjetër je në krizë, liman apo. Këtë këtu mësime që kur vjen në herë koha, në herë ki më thon kella inna ma ya rabbi. Në herë më thon jeni jetë vet. Jo se më mor Zot, jam u ball. Ball ke likstim, ball mu. Kesh tu ngel apo. Ka or vogtë që këtë mësim që 100 herë më të mësu mos kom çfarë pa kalu. Në njëri më ngel 10 herë në jetën lon. Një herë ngel sa i 2 herë tjera, më veç tu ngel botë shkëlqyshëm. Apo veç tu ngel botë shkëlqyshëm. Andaj edhe ndrashën e tevokult apo ki mos i dikun bjen, s'rdash me thonë që është s'rdash mundi kështu apo. Po Allah xhallahu ala është ai që t'jap afat apo El Halim. Apo El Halim apo të kujdes për ty të kuptosh që është El Qadir. Andaj Allah xhallahu ala është ai që t'jap afat, po mësohu që të bëjë fuqimisht në Allah xhallahu ala. Gjithashtu pe ndikimet e emrit Allah xhallahu ala El Qadir në zemrat tona të ndëruar është që timi të bindur se çdo sprovë që jena godit me të, qoftë ne, qoftë musliman, kudo qofshin ata. Çdo sprovë që jemi godit me të, Allahu xhallahu ala ka fuqi në çdo moment me hek atë. E pse brespjeu hek? Apo nga se fuqia e tij është e shoqëruar me diturinë dhe urtësinë e tij. Janë ndër rezultatet që zhvillohen në fund. Apo na themi elhamdulillah që po është ala kulli shay'in qadir. Ka mundësi o mirë po i zgjatë do punë marrë vesh. Bagi shumë apo njerëz apo. Edhe shumë gjëra tjera, të cilat nuk kishin më marrë vesh, po të kishte më zgjas për 5 minuta apo. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah i përmend 10 arsye pse zgjatës prova ato. Pse në ora 6 nuk është nuk njëri, po në 6:05. Se shkë rasisht, apo. Pse ky njëri dje nuk është nash, po që sot, dje i shkon ma mirë se këna pas një manifestim, kish marë pjesë, që për pak që sot e lanë u bu ma mirë, dje ka mujtë, një dit e ka arsye në vetëm. Pse? Kjo nuk është absolutisht në dopsimin e emrit El Qadir. Gjithmonë është El Qadir, kur do në bën. Mirë po ka urësia. Dhe urësia Allah xhallahu ala është në koordinim të vazhdueshëm me fuqinë e tij, me dijen e tij, me gjitha. Prandaj sa dëvonohet prova, sa dëvonohet rrugdalja, dhe zgjatës prova, gjithmonë ndëruar ato. Duhet të mbetim me bindje se Allahu kur do ne hiq. Por është duke u vanu se diçka nuk ka rregull apo. Diçka nuk ka rregull. Diçka nuk ka rregull. Diçka ndaj pajisje dikon për çfarë që s'është mirë, nuk je për udhëtim ti, Allah s'bën munist. Nuk bën me shku përpara ato. Për shkak se nuk je i gatshëm për me shku. Prandaj bindja jonë është e pakontestueshme se Allahu xhallahu ala i gjithfuqishëm dhe se Allahu xhallahu ala ka mundin çdo moment të ndryshon gjendjen, mirë po çdo vonim që bëhet në këtë drejtim është në dobinë e muslimanëve. Ka më të diçka pa u realizuar, ka më të diçka pa u bërë. Ka dal. Andaj kjo kanë njëri të meditu, kanë ta qenë mallin, ka shumë veprim në dunjas, mundumi të thosh gjithçka me inkuadru me marrësh më mirë atë. Apo pra ke po në herë kur shkon te mjeku i dhën atë. Edhe ai tu punu e nxirr një pjesë. O mirë, bollash apo. Prit se edhe pak, hala do ty të dhëm, kishë pasur më kry më herët apo. Po prit se vonimi, po dhëm, po vonimi në dobi tona. Nga se një copë me talon, apo ja sherrën tani për keq çka ta ka hjek apo. Tani kur të pushojsh, e të ka dhënë qyre,
me bë me talon këto çka ish bë me ta, thosh Allah, ma mjek mirë se s'kum pa kurrë. Që do më mjeku mirë, pse? Si e qafë veç atë çurt. Prej dobive të emrit Allah xhallahu ala al-Qadir është se çdo njeri të fuqishëm këtë botë që e shohim, çdo ushtri të fuqishme, çdo krijesë të fuqishme që e shohim, dije se këtë fuqi e ka pe Allahu azza xhallahu. Allahu ja ka dhënë dhe Allahu i jap sa don dhe Allahu i jap kur don dhe Allahu i jap kur don. Prandaj këto e kanë ditë tonë, po unë s'po them të njohemi apo po të ndikohemi. Dallon ndikimin nga njohja. Andaj Allahu xhallahu ala ja ka në dorë fuqinë kur don ja merr. Sa don ja jap. Për këtë arsye, kjo gjithashtu i kontribon pikës parë që të jemi të lidhur me Allahun xhallahu xhelaluhu dhe të jemi të bindur se Allahu te baraka ve teala është ai i cili ku i don ja fuqinë atë. Sikur se Allahu xhallahu thot: "Qul Allahumma malik al-mulk, tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir." Qul Allahumma malik al-mulk. O Zot, krejt sundimi, krejt pushteti është në dorën tonë. Krejt është në dorën tonë. Shikoj mas pari e pranon se krejt në dorën e Allahut është. Tu'ti al-mulka man tasha. Ti jep, ndon, rrezik kujt don. Wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, dhe ja rrëmban kujt don atë. Apo wa tu'izzu man tasha, e ngrit këndon ti, wa tudhillu man tasha, e ul këndon ti, jo këndojmë na, ja rab me quë, këndojmë na me ul, ja, këndon Allah me ngrit, ka mu ngrit, këndon Allah me ul, ka mu ul, apo, bie di kel khajru, e mirë është ndorë tonë, elhamna që së është ndorë të neve, se jakë shumë në halë këtë dhe oksigenin, po bie di kel khajru, ndorë të Allahot është e mira, se Allah është ala kulli shay'in qadir, çdo gjë është el qadir. Prandaj Allah jap kujt don pushtet, Allah jap kujt don sundim, Allah jap kujt don forcë. Këtë ndodh me atë sot në rrezik. Qysh ta ka do ty bukën, çashtu ja don dikujt pushtetin atë. Apo andaj qysh lëvizet te ti, çështja e furnizimit nuk ka gjithmonë njëjtë stabile, çashtu ai kanë për turbulencë të pushtetit, do thotë ai kur stabil. Por Allahu xhallahu ala ganir jap më tepër, nganjë jap më pak. Gjithashtu për asaj që kuptojmë për kësaj është se besimtarët duhet të murojnë për zullumit atë. Për padrejtësinë apo dikujt, ngase nëse ke gjetë dikon që se ka dikon, ose është i dobët, ose për shembull nuk ka mundësi ndoshta me nxjerr hakun për teje, dije se ai ka një Zot që është ala kulli shay'in qadir. Ai ka një Zot që është çdo gjë i mundshëm, andaj mos mujt ai për vetë ti me nxjerr hakun. Ruaj vallahi se duaja e tij është e mjaftueshme me lëviz emrin El Qadir në tim tëndin e Allahu më nxjerr për të hakun atë. Prandaj sa më tepër e njohim Allahun me emrin El Qadir, aq më tepër ruhemi nga padrejësia, edhe nga thërmia e padrejësisë. Nuk guzim askuj, me çfarë drejtë ti bën këtë padrejt? Me çfarë drejtë ti e nënçmon kët? Me çfarë drejtë ti e përbuz kët? Me çfarë drejtë ti ja merr hakun këtij? Me çfarë drejtë? Kur din se Allahu xhallahu ala po të sheh, po të dëgjon dhe është i gjithmundshëm kur don të hak mirë të bën. Çfarë siguri ka njëri që bën padrejt atë me këtë dije? Ai duhet të them që s'ka lloj padrejtësi që na ja bëjmë njëri tjetër në kësaj bote. Të llojshme. Nuk ka padrejtësi që më marr dikujt tokën, apo nuk ka padrejtësi që më marr dikujt parat. Por padrejtësia është një term më i gjunë, përfshin shumë aspekte në këtë term, andaj duhet që të jemi të zhveshur nga çdo lloj padrejtësie. Dhe sa më tepër zhveshemi nga padrejtësia, aq më tepër do ta mvesh Allahu me petkun e besimit dhe të udhëzimit. Qase Allahu xhallahu ala thot: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë njollos petkun e besimit të tyre bi dhulm, ka arë pashquar, me padrejti, çfarë do qoftë ajo padrejti? Çfarë do qoftë? Qoftë se arrim me besu në Allahun drejt dhe të zhveshemi nga çdo njollë e padrejtisë, atëherë Allah thotë të tillë u takon siguria. Dhe ata janë të udhëzuar. Siguria në këtë botë, nga devijimi, nga rështitja, nga lajthitja, dhe siguria ditë e gjykimit nga dënimi dhe hidhrimi i Allahut azza wa jalla. Andaj një prej
faktorëve të stabilitetit në rrugën e Allahut azza është me met stabil, është moruli padrejtisë. Në qoftë se dikush i bën padrejti dikujt, subhanallahu, ky e ka rreziku statusin e stabilitetit të tij para Allahut xhalla xhelalu. Nuk ka rrugë më e shpejtë për me deviju njëri sa zullumi atë. Dy janë faktorët kryesor për devijim. E para është paturpsia para Allahut. Ruhet për njerëzve, nuk ruhet për Allahut. Si se shohet në hallku, s'len sa pa bo. Kjo është shumë e vlefshtë. Kjo është shumë e keqe. Kjo është rrëshqitse e keqe me devijuar. Dhe e dyta zullumi atë. Padrejësia. Çdo dyja janë dy faktorë kryesor për devijimin e dikujt nga rruga e Allahut xhalla xhelalu. Pa njëri me kuptues ala kulli shin ka diruja atë. Prandaj më mirë është në rast të kontestuese. Nuk din që ti me i dhon dikujt më shumë, e me shpëtu nga zullumi, sa ndoshta me fitu diçka pak e me kone kontestuese se ndoshta ke mujt më përfshin në padrejësia. Gjithashtu për asaj që përfitojmë nga emri Allahu xhallahu ala është lutja që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në raste ndryshme me emrin Allahu xhallahu ala al-Qadir. Sikurse për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vlerën e fjalës la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e këndon këtë lutje ka përfruar më thon 10 herë ose kush ka mundësi me thon 100 herë, për të ka hadithe që flasin për lehtë shumëta. Ato sikurse është hadithi që thotë se ka shpëlim sikurse me ilru 4 rob nga Beni Ismail, pe bive të Ismailit, pe arabëve. Pastaj Allahu xhallahu e ngrit, i fshin 100 mëkate dhe e ngrit 100 drejgje, është i ruajtur atë ditë deri në mbrëmje, e atë ditë të ngjashme që kanë në këtë drejtim. Gjithashtu ka ardhur për këtë lutje, është e preferuar që të thuhet në sabat në akşam, kur të falë namazi i akşamit, në namazin e sabat, ka preferuar pejgamberi me thonë 10 herë pa lëviz këmbën nga vendi apo. Do më mbet këmba sikurse ka qenë njeriu në tahiyat, pa lëviz këmbën fare, me thonë 10 herë, edhe për këtë ka vlerë e madhe nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është një lutje Allahu xhallahu ala me emrin e tij El-Qadir. Gjithashtu për asaj që është përmend me emrin Allahu El-Qadir është duaja e istikharës. Këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të ka lutur Allahu xhallahu ala, ka thonë wa astaqdiruka bi qudratik, apo dhe kërkoj fuqi nga fuqia jote. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, o Zot, unë kërkoj udhëzim të më mësosh nga dija jote. Wa astaqdiruka bi qudratik, edhe kërkoj fuqi nga fuqia jote. Prandaj ka lutur Allahu xhallahu ala që të jap Allahu fuqi që të merr vendime të duhura, të guximshme, dhe në ato çka i duket se është saktë dhe vërtet, të ketë fuqi dhe guxim për të zbatuar dhe për të përpara ato. Dhe e fundit që duhet të përmend në këtë drejtim është që përfitojmë nga emri Allahu xhallahu ala El-Qadir, i përmend disa prej dobive të caktuara deri më tani, mirë po një prej të fundit është se besimtari kur e ndin vetën e tij dhe e sheh se Allahu xhallahu ala ka ndarë nga emri i tij El-Qadir për t'i dhënë robët vet. Kjo kur them ka ndarë ka thonë që i ka më të mungo atje. Po e jap Allahu xhallahu ala El-Qadir nga emri i tij El-Qadir. Sigurisht se dikush për shembull, kur jam thënë dikujt 2 që bëjnë 4, tash a do të thonë që ti je më pa ta? Jo ti e din dhe ke mësuar dikon. Kjo të na kuptojmë, e pranë që tek Allahu xhallahu ala. Ne kur them Allahu janë ndan, kuptojmë se ja jap Allahu xhallahu nga emri i cilësia e tij apo. Nëse Allahu na ka qoftë edhe një thërmi nga emri i tij El-Qadir, e pse na ka fuqi në shumë aspekte. Fuqi të oratorisë, e fuqi të shikimit, e fuqi të dëgjimit, e fuqi të bartjes, e fuqi të sulmit. Na ka Allahu lloj fuqi, fuqi të ballafaqimit. Çdo lloj fuqie që Allahu ta ka dhënë më nderuar, mundohu me e shfryzu në nështrim të Allahu xhallahu ala. Ase ka njerëz që Allahu ka fuqi të caktuar, po fatkeqësisht subhanallahu e shfryzojnë në mëkat të Allahu xhallahu ala. Apo për shembull e ka Allahu xhallahu fuqi të shikimit, apo dhe ai këtë fuqi të shikimit që është e larg e shfryzon për haram e për të keq apo. Dikush e ka fuqinë e ndëgjimit, i ka Allahu fuqinë e ndëgjimit të tij, apo e shfryzon që atje nëse 2 vjet janë kështu ka pak e kthen kryqë po shë në ato me mund ky vesh më nxon më mirë çka po thon ata dy atje. Shfrytëzon që Allahu ta ka dhënë këtë fuqi të ndëgjimit, shfrytëzon për çka ta ka dhënë Allahu. Jo për me vjedh lajme diku që nuk të përkasin. Ose fuqia çfarë do që fuqia e oratorisë. Diku te Allahu e ka fuqinë e oratorisë, e shfrytëzon për me poshtë të tërkon
për me shpall mendimin e sakt pasakt, e mendimi i tij i pasakt me qenë i sakt. Kjo fuqi. Po kjo është keq përdorimi fuqi që Allah ta ka dhënë. Pra të mundohemi që çdo fuqi që Allah na ka dhënë, çfarë do qoftë ajo, ne e njohim atë çfarë Allah na ka dhënë. Mundohemi që çdo thërmi nga kjo fuqi që Allah na ka dhënë, të mundohemi të ndëruar që ta shfrytëzojmë në nështrim dhe Allah xhallahu ala. Që Allahu te bareka ve te i kënaqë me neve. E nëse e shfrytëzojmë na që Allah të kënaqur, atëra na shërben si inkurajim dhe stimulim fjalë Allah xhallahu ala ku thot wa in shakartum la azidannakum. Nëse falenderoni, do t'u ashtaj. Nëse Allahun e falenderojmë praktikisht për mirësinë që na ka dhënë, Allahu na shton fuqinë dhe na shton mundësinë për te kalimin e sprovave të ndryshme në kësaj bote. Këto nisa për përfitimeve që mund të nxjerrim nga emri Allahut El Qadir. Dhe lutem Allahun e manduar që me fuqinë e tij Allahu të na ndihmon. Edhe lutem Allahun xhallahu ala që na mundson të jetojmë këtë botë faqebardh, edhe të jemi gjithmonë të mbështetur në Allahun, mbështet vërtet dhe sinqert. Të jemi nga robët e Allahut xhallahu ala të vërtetë e sinqertë, se adhuron Allahun xhallahu ala si duhet. Dhe lutem Allahun te bareka ve teala që na i fal mëkatet tona, dhe të na mundson që nesër llogarinë takimit të lehtë para tij. Me kaq po japim Allah e shpërblet deri në takimin e ardhshëm sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.